Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemi bërë pas një kundërvlerë, pas kemi kërkuar asgjë nga vetëvendosja, deri tani kemi propozuar 3 emra që mu I votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glau Konjuca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pa asnjë kërkesë, pa asnjë kusht, ne do t'i votojshim. Edhe për këtë edhe erdhëm realisht në seancë, me shpresë mos rastisht ka ndryshim, se për këtë emri Zoti Limaj nuk kemë ndonjë qendrim, pra s'kemë marrë një qendrim tjetër. Po pikërisht emri Glau Konjuca që ju e keni shtuar së fundmi në listë, Zoti Limaj konfirmoi që është takuar me të në këto diskutimet për pozicionet reja. A mund ta lëkundeni qendrimin e juaj në vot? Si qatë, tani ato janë pjesë e interesimit tim. Kush me kënë takohet, më tutje është diçka mos I përbën ai lajm. Ajo që është interesimi imi është me e zgjedh kryetarin e kuvendit, ose kryetarin, edhe ne kemi dhënë 3 emra që ja japim votën pa asnjë kusht. Dhe këtë nuk kemi kërkuar as që të jemi bashkë me opozitën, në këtë rast as me PDK-n, as me LDK-n, pa asnjë kusht, pa asnjë kërkesë. Nëse na japin këta 3 emra, një nga 3, sot e kishim votuar dhe kishim kaluar në tema tjera. Nëse vetëvendosje si ka numrat për qeveri, prap mundet me blokue konstruimin e plot kuvendit të nën kryetar, po kishim mujt paktën me zgjedh kryetarin dhe jemi për. A mund të ndërrojnë Alburin Azeu? Nuk e di, edhe kjo është pjesë e imja, po nuk e kuptoj, pra ata njëjtin qëllim e arrin edhe me një kandidat tjetër në kuvend, tash na ke përmend 3 emra që japin votën, ata kishin mujt me kry punën sot, pa asnjë borxh, pa asnjë kanë borxh aleancës, as kem kusht, as kem kërkesa, dhe nuk jemi, e s'do të jemi pjesë e një qeverisje e kurti 3, angazhuar për qeverinë e opozitës, sa I përket kuvendit, nëse është kandidati unifikues e votojnë. Po thoni që nuk keni kërkesa, mirë po vetë 3 emra që I keni propozuar nuk kanë kërkesë? Jo, to janë ndihmësh, ju lutem. Ne kemi dhënë zgjidhje. Ata s'po e kanë votën për kuvend, ne ju kemi dhënë ndihmë. Ku japim ndihmë atyre, atyre Kosovës po japim ndihmë. Ne kemi vënë edhe një veprim tjetër me ndihmu këtë gjendje, ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese, ende s'kemi përgjigje. Në kapacitetin tonë si parti politike, në përgjegjësinë tonë, jemi të gatshëm pra të veprojmë spari, të votojmë një kandidat unifikues, dhe të pas një borxh, pas një kusht, pas një kërkesë tjetër, njëkohësisht edhe presim mendimin e gjykatës shpresoj të ndonjë tjetër. Po I përmendni vazhdimisht 3 emra pra që I keni propozuar dhe po vazhdoni me tregu që nuk keni qëndrim për Limajin si kryeparlamentar. A hiç nuk e keni diskutuar në aleancën për ardhmërinë e Kosovës edhe jo një qëndrim personal të juaj, po besoj që e keni për fat merr Limajin si kryeparlamentar. Ja, s'kam në qëndrim, s'kemi diskutuar për këtë pjesë. Kur do të diskutoni? Nuk e di, se kem Po flitet vazhdimisht që mund të jetë edhe ai emër I ri, a nuk e diskutoni në aleancë? Po ju flitni sa doni, po ne Jo, pastaj I kemi drejtat tona për çka bisedojmë. Ne kemi biseduar për 3 emra unifikues, nëse janë për, ja japim votat.